Një debat i fortë dhe mjaft i tensionuar u zhvillua mbrëm mes Edit dhe Dolces, duke mbajtur publikun të mbërthyer përpara ekranin. Situata u përshkallëzua shpejt, ndërsa tonet u ngritën dhe fjalët u bën gjithnjë e më të drejtë për drejta. Unë jam femër, ndërsa ti bën burrin, ju drejtua Dolce Edit me një ton të ashpër dhe të ngarkuar emocionalisht, duke e theksuar dallimin mes tyre dhe duke vënë në pikpyetje qëndrimin e tij. Fjalët e saj sollën reagime të menjëhershme, duke shtuar tensionin në studio dhe mes banorëve të tjerë. Nga ana tjetër, Edi nuk qëndroi i heshtur. I drejtuar drejt publikut, ai reagoi prerë. Unë nuk të lëpijem, një deklaratë që ndezi edhe më shumë situatën dhe shkaktoi një valë reagimesh të forta. Debati mori një kthes edhe më të ashpër, ndërsa të dy palët shfaqen hapur nervozizmin dhe pakënaqësitë e akumuluara. Publiku në studio dhe teleshikuesit në shtëpi e ndoqën me tension çdo moment, duke pritur se çfarë do të ndodhte më pas. Heshtjet e shkurtra mes përplasjeve, shikimet e forta dhe ndërhyrjet e herpashershme e bën situatën edhe më dramatike. Ky debat u kthye në një nga momentet më të forta të mbrëmjes, duke lënë pas shumë pikpyetje dhe reagime, si brenda studios ashtu edhe jashtë saj. Mbetet për t'u parë nëse përplasja mes Edit dhe Dolces do të ketë pasoja të mëtejshme apo do të sjellë përballje të tjera edhe më të forta në vazhdim.